Rrugëtimi emocional i një burri drejt dashurisë së vërtetë. 5 fazat që ndryshojnë gjithçka. Jo të gjithë burrat janë në kërkim të dashurisë. Shumë prej tyre janë të përqendruar në punë, në qëllimet e jetës ose thjesht nuk e ndjejnë nevojën për një lidhje. Por ja ku qëndron çudia e jetës. Dashuria më e thellë shpesh i gjen burrat atëherë kur nuk janë fare duke e kërkuar. Ndryshe nga ç'mund të mendohet, një mashkull nuk bie menjëherë në dashuri. Ai kalon nëpër një udhëtim emocional që ndryshon gjithçka, mënyrën se si mendon, se si ndjen dhe se si jeton lidhjen. Ky është një proces i brendshëm që shpesh ndodh në heshtje pa shumë fjalë, por që ndikon thellë. Faza e parë, mohimi, kur ndjenjat fillojnë por ai mbyll syt. Kur ai fillon të ndjejë diçka më shumë për dikë, reagimi i parë nuk është gëzim, është frikë. Ai mendon me vete, jo, kjo nuk mund të jetë dashuri, ndoshta është tërheqje apo një fazë kalimtare. Ky mohim nuk ndodh sepse nuk e vlerëson atë që ka përballë. Ai ndodh sepse burrat shpesh janë mësuar të mos ekspozojnë ndjenjat, të duken të fortë. Ato friksohen nga dobësia, nga mundësia për të lënduar. Në këtë fazë, ai mund të distancohet, të duket konfuz apo dhe i ftohtë, por në të vërtetë brenda tij po ndodh një stuhi ndjenjash që nuk di ta menaxhojë. Faza e dytë, respekti, kur ai e kupton se ajo është ndryshe. Pas mohimit vjen një ndalesë. Ai fillon të vëzhgojë më me kujdes. Ajo është më e mençur, më e dhimbshur, e drejtë, e fortë. Nuk është si askush që ka njohur më parë. Në këtë pikë ai ndalon së shikuari vetëm pamjen e jashtme dhe fillon të vlerësojë thellësinë e saj, mënyrën si ajo mendon, flet, dëgjon, si e trajton atë dhe njerëzit përreth. Ky respekt bëhet faza për diçka më të madhe. Është momenti kur ai e kupton që ajo meriton më shumë se një lidhje të përkohshme. Ajo meriton përkushtim të sinqertë. Faza e tretë, besimi, kur ai hapet dhe është vetvetja. Burrat nuk i ndajnë lehtë ndjenjat, por kur një mashkull ndjen se është i sigurt me një grua, ai fillon të lëshojë mburojat. Ai ndan me të histori nga fëmijëria, pasiguritë, gabimet që ka bërë, ëndrat që ka, i lë veten të jetë i ndjeshëm. Dhe kjo është një nga fazat më të rëndësishme, sepse për burrat hapja emocionale nuk ndodh me askënd, vetëm kur ata e ndjejnë se janë pranë një personi të veçantë. Faza e katërt, dyshimi, lufta e brendshme mes ndjenjës dhe frikës. Edhe pse gjithçka po shkon mirë, ai fillon të ndjejë presionin e brendshëm. A jam gati për këtë? A do të jem në gjendje ta bëj të lumtur? Po nëse e lëndoj, po nëse nuk jam i duhuri për të. Këto janë pyetjet që sillen në kokën e një burri që ndjen peshën e dashurisë së vërtetë. Nuk është më një lojë, është reale dhe kjo e trem. Por kjo frikë nëse ka përxejt me mbështetje dhe mirëkuptim, e çon atë drejt fazës më të bukur. Faza e pestë është pranimi, kur ai vendos me zemër të plotë. Ky është një moment kur ai ndalon së luftuari me veten. Ai kupton që ajo është një mundësi e mirë, ajo është e vetmja, ajo është shtëpia e tij, qetësia që ai ndjen kur është pranë saj, ndjenja e sigurisë dhe e lumturisë, e bëjnë të heqë dorë nga çdo dyshim. Ai nuk e sheh më dashurinë si një rrezik, por si një shpëtim, dhe kur një burr vendos të dashurojë kështu, ai dashuron me gjithë fuqinë e shpirtit. Dashuria e një mashkulli nuk lind menjëherë, ajo ndërtohet, ajo sfidohet, testohet, por më në fund ajo fitohet, dhe kur ndodh është e thellë, e sinqertë dhe e rrallë. A keni qenë ndonjëherë me dikë që ishte në këtë fazën dhe nuk e keni kuptuar? Cilat nga këto faza mendoni se është më vështira për një burr ta kalojë? Na shkruani në komente, por më parë ndiqni pjesën e dytë të videos 7 shenja të qarta që një mashkull është marrosur pas teje. Një mashkull që është i dashuruar ka disa shenja që mund të duken lehtësisht. Do t'i shikojmë cilat janë këto. Dashuria e vërtetë nuk është gjithmonë e lehtë për të kuptuar. Shumë meshkuj nuk dinë as të guxojnë të shprehin ndjenjat e tyre me fjalë, por veprimet e tyre flasin më shumë se sa çdo deklaratë dashurie. Nëse pyet veten, a është i dashuruar kokë këmbë me mua? Atëherë, këto janë shenjat e qarta që tregojnë se ndjenjat e tij janë të thella dhe të sinqerta. 1. Ai të mbështet në ndjekjen e ëndrave të tua. Një mashkull që të do vërtet
nuk do të mundohet të kufizojë, përkundrazi, ai do të jetë krah teje duke të inkurajuar që të shkëlqesh dhe të arrish më shumë. Ai është për ty në momentet e dyshimit, të krijon potencialin tënd dhe të shtyn drejt rritjes. Dashuria e tij nuk është posedim, ajo është forcë që të nxit të bëhesh versionin më i mirë i vetes. 2. Ai vendos lumturinë tënde përpara së vetes. Nëse ai është i gatshëm të bëjë sakrifica për ty, qoftë kohë, reati, plane personale, kjo është shenjë dashurie e pastër. Ai mundohet të të ndihmojë, të lehtësojë ditën, të dëgjojë dhe të bëjë të ndihesh e rëndësishme. Lumturia jote është lumturia e tij. 3. Ai kalon kohë me ty me dëshirë të plotë. Kohët e sotme janë të zëna, për një mashkull i dashuruar gjen gjithmonë kohë për ty. Ai nuk të privatizon vetëm kur i del koha, ai krijon kohë për ty. Që nga takimet e thjeshta deri te bisedat e vona të natës, ai e sheh praninë tënde si pjesën më të bukur të ditës së tij. 4. Ai hapet emocionalisht vetëm me ty. Një mashkull i dashuruar nuk ka frikë të tregojë brështësinë e tij përpara teje. Ai flet për ndjenjat, për të kaluarën e tij, për frikrat dhe shpresat që ka. Ty të beson ato gjëra që nuk ja ka treguar askujt tjetër. Kjo tregon jo vetëm dashuri, por dhe besim të thellë dhe lidhje të vërtetë emocionale. 5. Ai flet për të ardhmen dhe të përfshin ty. Nëse ai të përfshin në planet e tij, qoftë për pushimet e ardhshme, për karrierë apo për jetën e përditshme, ai të sheh si pjesë të përhershme të jetës së tij. Ai nuk mendon vetëm për unë, po për fjalët ne dhe bashk. Këto fjalë fillojnë të bëhen të zakonshme në fjalorin e tij. 6. Ai është i gatshëm të bëjë kompromis. Dashuria nuk është gjithmonë e lehtë, por kur ai tregon gatishmëri që të ndryshojë zakonet e tij, të bëjë lëshime dhe të përgatitet për të qenë me ty, kjo tregon përkushtim. Ai e kupton që një lidhje kërkon punë dhe është i gatshëm të punojë për ta mbajtur atë gjallë. 7. Ai qesh më shumë kur është me ty. Buzëqeshja e tij është më e sinqertë kur është pranë teje. Ti i sjell dritë dhe pozitivitet. Edhe pas një dite të lodhshme, prania jote e bën të ndihet më mirë. Të qenit pranë teje është burim gëzimi i tij, burim i përditshëm, dhe ai nuk ka nevojë për shumë arsye për të qenë i lumtur, mjafton që ti të jesh pranë tij. Ndonjëherë dashuria nuk vjen me fjalë madhështore, ajo fshihet në xhestet e vogla, në mbështetjen e vazhdueshme dhe në mënyrën se si dikush të sheh. Nëse këto janë shenjat që një mashkull në jetën tënde të do vërtet, atëherë kushtoj më shumë rëndësi. Cilën nga këto shenja të duket më rëndësishme në një lidhje të vërtetë, na shkruaj mendimin tënd në koment. Të lutem na bëni like dhe share kësaj video dhe subscribe në kanalin ton. Ju falenderojmë për kohën që na kushtuat.